Një njeri i dashur për të gjithë ata që e njohin. Një person që shpesh i qëndronte pranë të tjerëve dhe i mbështeste në momentet më të vështira. Jeta e tij nuk ka qenë fare e lehtë. Pse? Ka kaluar përmes shumë sfidave dhe periudhave të vështira. Gjithmonë ka pasur guximin dhe forcën për të kaluar ato me dinjitet. U martua me një grua, së bashku ndërtuan një dashuri të madhe, një lidhje që pasqyronte sakrificën dhe përkushtimin e tyre ndaj njëri tjetrit. Pavarësisht se pas një kohe shumë të shkurtër e humbi atë. Kujtimi i saj mbetet i gjallë dhe ai e ndjen thellë humbjen e saj. Kaloi për një periudhë shumë të rëndë, por gjithmonë ka ruajtur krenarinë dhe dinjitetin e tij. Qysh e ki emrin? Unë kam emrin, mbi emrin, jo, veç emrin. Emrin. Fehmi, Fehmi. po. Prej cilit vend? Prej dhanit ata të mitë, apo vitë për mitë ka i kom. Rojnë e kom në Bakshi, në fshat. A i lindër njëm, unë në Prishtinë. Çfarë fshati është ai? Bakshi, Bakshi. po. Rojnë e kom atje, lozë ardhë ka, si kunkujt në arë. Unë jam lindë këtu, apo më këtër? Po. Ata i në ardhën e këtu. Sa vjet i ki? Që sa vjetë? Sa vjet i ki? Una? Po. Vallaj, për ti ka zoj veç. Mos si ka zoj kërkuna, 81. 81 vjet. Po, janari i komo, 81. Qysh je me shnet? Shumë bukur, shumë mirë. Mirë, a? Me ankuna i sa njoa? Mua në kujim kom pak si smut, po dashti Allah apet jam shumë mirë. Ha buk mirë, shumë, kom apetit. Tash pa mirë, a? Po jam në shumë Ramazanën e në gjinoj. Qysh pe i kalon kohën në Ramazan? Shumë bukur, shumë mirë. Shumë o knasi e madhe. Pastrimi i njerit është Ramazani. Sikur pastrimi i trupit njerit. Shumë mirë. Kallëzëm ata kanë festu në herë ditëlindjen, ma përpara se tash. Qysh? Ata kanë festu në herë ditëlindjen ty. Ditëlindje. Familjar. Po, qysh jo. Po vlim shpesh. Edhe ma tepër ma kanë festuar në perëndim atë në Gjermani. Po, shkoj si shpeshe. Asun veçin e dishin edhe ma festeshin. Po, dikur ma vonë tash. Në lërën ani tortën e blena, hajna veç mu ashtu ju. Kështu që e kom shumë familjen e mirë, vllazën të mirë, djertë të mirë, vajzat që edhe shok të mirë kom pasën, edhe sot kom, edhe dashnia është shënimi së më iket kur. Me pas shokën e mirë ose shoqën e mirë, se gjithçka s'bën, me pas. Kështu që ku Skënderbeu që aty, e kena pas dyqanin kooperativën e shtetit, jam kom berber frizerë. 7 sallare në kom pra dhe kështë të nëzit. E kom kalu kohën mirë. Kur nuk di më grind me një shok. Një fjallë të keqe me ja thonë, ose me ma thonë. Vesh jam konë shumë i disponum, kom thonë që shka, ani shka i këna pasti, o konë pak që ajë garaj ju shashin, ta që shka ju shani, veç mu më zga voni me më shani, asë që shani, asë s'du më shani. Njerë sa bërë në shpetë tone, nona jote dhe djallë jam, është, kjo mu zdu me më shani, edhe ka kesh kur s'ka ndodhë. A ma të vërtet u kanë shoqënia atëherë atash? Atëre, o konën nuk ka pasën për shemëll sikur tash që ka. Po dashuria konë shumë e plotë e mirë.
edhe me kojshi, edhe me vllazni, edhe me farefis. Tash jo, tash kur mos u habesh se kur nuk don kush vetëm se që don, veç për interes. Interesin e kanë kapë shumë, edhe në kohë e dashuri. Na kur ishim për shembull me pini çaj ose një kafe me shoshni, nuk na pas të holla shumë. Po pak, po shtyshum edhe u ndëshëm, unë pe paguj, ai pe paguj, unë ai pe paguj, unë paguj. E tash e kam plot gjepat pare, dikush jo. Nuk është knasi. Po ku është problemi? Që nuk ka dashnim ose përpara? Problemi është që... Çka mendon që ka ndryshuar? Po qysh që ku o problemi? Përpara gjithë, o konë që unë për shembull, ose çdo familje, baba dhe nona, e kena ditë kua djali, kua vajza, tash spedina, po del, ku për dola? Vjen kur donë, shkan kur donë. Nuk është e dashuria e prinit me fëmijët vetë. Rallë nuk është nivel. E tash është pak ma tjetër. Se diku është. Që ka pas përpara raportin baba me fëmijën e vet? Baba me fëmijën e vet e ka pas të raportin kështu. Edhe nana. Baba dhe nana. Gjithë kur ardhë prini prej punës, atëra ka punu veç baba. Nuk kanë punu gjithë. Edhe vetë ke kujën fëmija. Baba i theke shoqës vete. Para fëmijëve. Qyre, unë po shkoj në punë. Mos gaboni me dalë, dikun kur s'duhet me dalë, me një shok të keq, me një shoqe të keqe. Nona do të me ditë ku është fëmija i vetë. Vjen unë për punës. Tregon nona që sot qika, sot djali, ose së më kanë vetë, mos të më pretin shpi. E kënë pas raportet të njëta, si baba nona. Kur i ka bërtit baba, fëmijës vetë, nona i ka thënë, mire ko baba, pshoj! Po kur edhe nona i ka bërtit, ka thënë, mire ko! Baba dhe nona i ka dhënë krashë që i shoqët dhe kështu që fëmija koni disiplun, fëmija koni veçëm. Mos marrë qike, mëlla, mos e më shë qikës, që pi vërtet, të kone kom qikë. A i fëmija quhet naltë. Si ka në ra, a i si baba si ka ra, kur fëmijës, po me fjallë. Edhe kanë pas raportet e mira, baba dhe më thonë, burri me grua. Kështu që fëmija s'ka mujt me dalë i keq. Atëre, shkolla konë. Atëre, po konë shumë shtirë. Atëre, e këna pas një abetare, ose diçka, këna mësu si sa vetë në të abetare, ose një fletore. Ure për veti, po kër me ka blim mu nona, kur se arë një qonta në kartan, të një justë të kënim rri ato, edhe i qeshëm, une u gëzoha. E tash që ki, tona i ki, qëre, jetë është më e mirë, tash. Pasonia, vesha, motha. Po, disiplina edhe autoriteti me fëmija, me babe, me njën, kur jo. Na, jo që këna tu të kojshivja për para, këna pas autoritet. Kur na ka bërtit kojshia, na këna unë që krytë. Ta shi ju. A keni pas musafir shumë për para? Po, i musafir që unë po thëmë për vete, këna pas musafir për para. Po, kom krasi e madhe. Unë e sari e marë për punë, jë më shku në shpej o mije në bërë, thësha e mërë Allah, ishallah ka kundra shumë. Isha ka musafir. Ashtu dhe shoqë që jam. Kur si në mërzit për musafir. S'kena pas s'kome, po kena pas tash autoritet, kena pas pritje. Mere me mend,
Atëre misia që vishin në sen, ja marshin apongat klasikit kanë besh atër, s'ka pasën, jam shefshin, kërbe kime shku të shpia, ku jënë valla nuk e di, veç me nejt misia, edhe një natë të dy. Nesret që ndash me nejt të rritë, të kum shef, kum pas që me nejt. Apo në këtëm. E tash nuk ka dashëri, tash se cilë ka telefonën, edhe thënia ke po telefonën, shën i bjen pishmën pëse shkova. Aj telefon, s'ka mua, bet s'ka, sen një qaj, ka me pi, me ongër, po s'ka dashëri. O qështu? Unë telefon, ti telefon, aj shoku telefon, fëmija telefonin, fëmija. E përdor ti telefonin? Po, që në gjep e këm, se po t'u tapu hupit dika dhe... Kënë e thirë ma shpesh në telefon? Ma shpesh i thiri nipat. Nipat I du shumë. A ki jashtë? Dë janë jashtë, një jashtë të shpia, dë janë bineq. Binamini, Binadini. Aj Binamini janë Gjermani të vlovë vetë atje. Aj është i martun, qështu me telefone e ka gjithë, o martu shumë. Ka pasën fatë madhë, edhe ka qërë autolari atë, është ku vlovë vetë minimu atje. Edhe është i martun edhe kë. E ka lëru në shpinë. Tash, kësh vjen, aj Binadini shkën. Edhe në shkën mundin e pestë, kështu që mirë. E ti që shenë njëftu me bashkëshorte? Unë se kom po deri atë natë të hisë kër ma sa në thesë. Se ke po? Qashtë të konë. Po jëmë konë i knaqën, atëra konë ma mirë. Jënë shku në sitë, i kanë që, e kanë po nona, baba. Unë e kurë se kom po deri ardhë vetë, po nona e asoj shoqës të marrë me më po munge, kom qërë dhe unë me po djallin. Shku baba e ka po, kër e ka po baba, ka thonë, flok të kresë kom e shqit, edhe kur se lo atë feme pa marrë për djallin. Bukur e konë, shumë. Jo bashkë me e bukur se nëse konë, është ta veç një se po thëmë. Edhe kështë që këna pas një jetë shumë mirë. Shumë. Jetë, i kum pa thonë asaj kështu, qëre ndash me pas një jetë gjatë me mua edhe një disponim të madhë, ti mi dënë të mitë, unë ti du tutë. Kur të vinë tutë, kom ju dalën për para, kom kryshë. Sa moj me fjallë të mira, me një ushqim që kena. Familën, babën e kom parë gjallë, nonën e kom parë gjallë. Kurse në ata, aparaturin së me ju dalë për para, ata i kom prinë. Edhe ti, edhe une, ti mi donë të mitë, unë tutë. Si donë të mitë, edhe unë të si du, tutë, edhe u kry. Tane, s'kena raportet mira. O, besa. Pra, nështë në i dhënohën për dashurije, se du shumë edhe ndonë shumë, dashta. Po zdume ditë as kojshia që i na i dhënu shumë. As baba me një jami, as nona, as baba i të seqë. O kry. E dhënohën, e ti ma një natë, unë një natë, njënit pak një shumë, një qëtët shto që e kena një raport mira. Gjithë që ashtë të kena pasë. E qështë do kënë tash raportet e qifteve tjera, sa që janë? Raportet, qysh? Raportet mes qiftit tash, qështë do kënë? Muë më ka vdek shoqja. Ka vdek në 2011. Po? Tash, raportet tash me këta... Sot, po, ndëgjohet gruja. Do të më ndëgjohet gruja. Me dasht grunë. Ose ato që kalon me të vërtet, tash për kalojnë. Amo, do të me ashu dhe një një të tërtë. A i shtirë, te e shtirë? E sot ma tepër, qërë thot gruja, amë. Mësëm ka që këptate? Jo. Qështë do të me rrujt një martesë?
Për me kalu mirë me zvete. Për me kalu, për me kalu mirë me martes, a i me ru e shoqen e vete, burri edhe gruja me ru shokun e vetë. E jo veçat punët, gruja ka diçka përballë, mi thonë, çka s'bën mi thonë. A i e ka këpëtën, ose gruja, ose burë. Nërës e fëmis, me re burri në grunë, ose mi mshu, ose mi bërtit, ose gruja burrit nuk bën. Se fëmija nuk mund me kon i disciplinu më atërë. Fëmija ninë. Apo? Po kur të njën baba dhe nëna shumë i shënë të kjo është të ma hytë, edhe fëmija rritë, edhe fëmija ka knasi, edhe fëmija ka vullnet, edhe jetë gjatë. Nështë aso që është të po, ma mërmene që është 100%. Sa është jeta e vështirë pa bashkëshorte? Pa bashkëshorte? Po pa bashkëshorte, po bashkë. Pyjtë me venë. Shumë është jeta e vështirë. Pa bashkëshorte, tash për shembull, mu që më ka vdik, nuk më shkue me nejtë gjithkon. Po s'mon se ngushtohesh. Ku shërë? Që ati që i ka dik gruja. Vejoni, thëshën. Po me të vërtun e kom nejën kuçkësh shumë mu e mdojnë. Edhe ata që mjojnë, edhe fëmijë, edhe vjetret edhe sen. Po unë vetet ngushtohen. Apo kuptëm? Kur të kije një shok, që tash? Na i napshetë, je pak ma i disponuar. Je vetëmin, s'ka efekt. E kështu që Allah e ka marrë, e ka pranu, e ka marrë tash. S'muna njone do të me dek për para. Po me më pathonën, po dhe zgruja, po dhe në dhe ti me vdek, me to barabar, po kisha tonë 100% që asë s'kisha menu. Po këtë, i rënda shumë me zvetet, edhe më ka dasht edhe kum dasht edhe jetë gjatë. 5 djel e 2 vajzë e këm, me ta. Djelë t'i kam këtë gjallë, në qyj ma i vogli me mu, edhe 4 kam në Gjermani. 5, 2 vajza, thonë, një në Gjermani, një në Prizren. Me, ku unë tash, unë kisha mujtë më martue. Po, kom po shansa, po, kër kom menue në fëmi, ja, e kom shumë autoritetin e gjallë, edhe me fëmi dhe me të. Qysh? Qka manë men prej bashkëshortes? Diçka që na i kujtem, a ki na i kujtem me të që rumë hala, na i dhurat që ta ka bo? Na i fotografi? I kom fotografit, po, i kom fotografit që edhe në telefon, edhe në shpe, i kom fotografit me to, me tesha në komtare. Jo, që po priten në telefon, s'me me gjitha, me gjoj, po tash s'ka kuptim, a përdin me tesha komtare. Ajo, me shami, me to, une me tirë me fotografit. Edhe në telefon i kom. Jeta ma vire jam e që jo. A kina i mesazh për rini? Për të rria? Mesazh jam i ri për të rrit, është ky mesazh. S'pari babën edhe nanën do të me dashtë. Edhe me dashtë gjithë familjen e cilët fëmijët e kanë. Çfarë familje thirrën. Mo dash me zvetet, po s'me kon agresiv. Mesazhi jam që. Edhe me shok, edhe me shoqni, edhe me shoqe, pa më parasysh femën e mashkulla këtë, me qumë me zvetet mirë si vlazën.
Me kalu mirë se jeta është shumë e shkurtë. Edhe unë ju përshëndes gjithëve, ju faleminderit shumë. Edhe kam dëshirë të jeni gjithë lumtën, Allah ja plotësoft si mashkujve, si femnave, dëshirat, çka ju menoni, mirë e as mirë. Shumë faleminderit për juve. Edhe për ju shumë faleminderit.